11 maj duhet jetë vetëm vula e vullnetit popullor për t'i dhënë mandatin e 4 Partisë Socialiste me një mbështetje si asnjëherë më parë, në mënyrë që ne të mbyllim procesin dhe që të mos kemi asnjë luhatje, asnjë ditë të humbur, jo më të humbasim muaj. Se nëse ne do humbasim muaj, dritarja do mbyllet. Dhe nëse ajo dritarja do të mbyllet, ne nuk e di më se kur rikthehet në agjendë antarësimi me këtë përputhje interesash. Në fund të ditës është një gjë interesi ynë dhe interesi i çdo vendi për të hyrë në Bashkimin Evropian, është një gjë tjetër ndjekja e këtij procesi nga Komisioni Evropian në nivelin teknik dhe është komplet gjë tjetër përputhja e interesit të 27 vendeve për të thënë po, urdhëroni, ja ku e keni vendin, uluni dhe ju në tryez. Kjo e treta është më e vështira. Dhe këtë të tretën sot e kemi në dispozicion. Dhe kjo vlen për të gjithë ata që na dëgjojnë në këtë moment, vlen për të gjithë shqiptarët brenda dhe jashtë. Për gjithë ata që duan ta shikojnë Shqipërinë anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe antarësimi i Bashkimit Evropian sot është më shumë se asnjëherë në të gjitha këto vite një çështje ekzistenciale për popullin shqiptar dhe për shtetin shqiptar. Dhe këtu vi tek ana tjetër e medaljes që është NATO, që është gjithë kjo lëkundje e madhe tektonike në një botë ku është hapur shtegu për paqe mes Rusisë dhe Ukrainës dhe ku është vënë në një lëvizje të jashtëzakonshme e gjithë gjeopolitika botërore. Ne jemi shumë të vegjël për të vendosur çfarë do qoftë në këtë kontekst madh, por ama fati ynë, interesi ynë është shumë i madh për t'u lënë në drejtim të paditur dhe në këto momente, qoftë për sa i përket Bashkimit Evropian, qoftë për sa i përket NATO-s, zëri ynë dhe prania jonë dhe siguria jonë e brendshme, që do të thotë pozicioni ynë i sigurt, i vendosur, stabil dhe i palëkundur nga kuat që janë të mjaftueshme për këtu brenda, por që nuk mund të jehojnë jashtë perimetrit të kënetës, është themelor. Nuk ka kapacitetet të tjera jashtë kapacitetet të Partisë Socialiste që mund të flasin me botën sot. As me Europën, as me NATO-n dhe as me askënd tjetër. Nuk ka. Dhe pa u futur në Bashkimin Evropian, pa u bërë antar të Bashkimit Evropian, mbetet absolutisht shumë e rëndësishme se kush qeveris në Shqipëri. Momentin kur ne bëhemi antar të Bashkimit Evropian, se kush qeveris në Shqipëri do të jetë relativisht e rëndësishme për ata, por edhe për themelet e funksionimit të shtetit shqiptar. Pse? Po ju marr një shembull shumë të thjeshtë. Ka shumë rëndësi kush qeveris në Shqipëri për të ardhmen e reformës në drejtësi dhe për të ardhmen e institucioneve të drejtësisë sot. Shumë e thjeshtë. Ne jemi garancia. Të tjerët e kanë thënë me zë të lartë dhe janë përbetuar që do kthejnë mbrapsh reformën në drejtësi dhe do shkrinë
institucionet e reja drejtësisë dhe do neutralizojnë SPAK. Ky është një shembull, po mund të marrë edhe plot shembuj tjerë, po marrë këtë që është më i prekshmi për opinionin publik. Kjo mund të bëhet vetëm nga forca që hallet e tyre me drejtësinë i kanë më të mëdha se sa lidhjet e tyre me interesin kombëtar dhe me interesin publik.